Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi dënimin e dhënë nga shkalla e parë në Lezhë me 30 vite burg për 32 vjeçarin Albert Kaca, i cili përplasi për vdekje me makinë me dashje ish-kunatin Ylli Mena në ishull Lezhë. Pas çyrtimit në apel, trupa gjykuese e kryesuar nga gjyqtari Fuad Vjerdha e cilësoi të drejtë vendimin, duke rrëzuar ankimin e palës mbrojtëse për të pandehurin. Albert Kaca, i cili vijon të jetë në Arati, është gjetur fajtor për veprën penale, rasje e kryer brenda rrjetit familjar, ndërsa divorci i viktimës me motrën e autorit është për shkak i krimit të rënd. Ylli Mena u aksidentua për vdekje me makinë mëngjesin e 21 shtatorit të vitit 2019, teksa po lëvizte në kom në ishull Lezhë. Si shkak i plagëve të marra në disa pjesë të trupit, ai gjeti vdekjen disa orë pas ngjarjes në spitalin e traumës në Tiranë. Fillimisht ngjarja u raportua si aksident rrugor, por pas hetimeve të kryera nga policia në drejtimin e prokurorisë së Lezhës, u arrit të provohet se kemi të bëjmë me një krim me dashje, ndërsa pavarësisht dyshimeve për përfshirjen e personave të tjerë në këtë ngjarje, nuk është arritur që ata të identifikohen.